Drejtuesit vendor në Dropull si vjetë zgjodhen një mënyrë krejt të veçantë për të nderuar 8 marsin. Bashkia e Dropullit nderoi 15 heroina të heshtura, 15 gra të Dropullit dhe të Pogonit, të cilat kanë kontribuar ndër vite në shoqërinë lokale, por edhe më gjerë. Kryetari Dimitraj Toli shpërndau certifikat armirënjohjeje dhe dhuroi te gratë degulliri, të cilat simbolizojnë rrënjët e forta dhe të thella, ashtu siç janë gratë në shoqëri. Kemi ftuar në Bashkinë e Dropullit dhe të Pogonit 15 gra zonja Dropullite e Pogonite, të cilat në mënyrë të heshtur ndihmojnë çdo ditë bashkëfshatarët, kombasit tanë për çdo gjë që ka nevojë. Dhe unë dua t'i falenderoj nga zemra gjithë këto zonja që kaq vite kontribuojnë për Bashkinë e Dropullit dhe të Pogonit. Aktiviteti u përmbyll me një koktej përndër të grave që ishin në pranishme në godinë e Bashkisë Dropull, në ritmin e muzikës tradicionale popullore.